Përfaqësoj një person nga Malisheva. Ai ka qenë procedurë normimit votave si antar i komisionit. Ai thot procedura ishte shumë demokratike, niveli zyrtar i zhvillimit të procedurës ishte shumë i nivel duhur parapon me kodin e procedurës penale. Ai thot se e ka pas për detyrë, nëse referohem atij, e ka pas për detyrë që të vetëm të lexoj flet votimet dhe të caktoj se për kush për kënd ka votu. Kurse thot evidentimin atyne deklarimeve të mia është bënë nëpërmjet kryesuesës së komisionit dhe thot ajo unë nuk di çka ka shkruar, thot ajo aty në procedurën e kompjuterit, për shembull, ku ka evidentimin që ka bë. Mirë, po çdo gjë tjetër ka qenë nivel. Sa përket anës atij, për detyrë ka pas me përcjellësi. Edhe ato, se kanë qenë dy përcjellësa. Përcjellësi i numërimit edhe përcjellësi i evidentimit nga ana e kryetarit të komisionit në kompjuter, për shembull në databazë, se s'kush ka cilat numra i ka fituar. Jo, momentalisht nuk ka masa, është procedura marrës në pyetje, tash pritet vendimi i prokurorit, se çka do të ndërmerr, çfarë vendimi do të ndërmerr, apo do ta ndalon në procedurë 48 orësh apo jo. Mu s'ma merr mend se ka kushte para qartë, pastaj se klienti është në cilësi të antarit të komisionit. Do të thotë deklarata ati ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrohet. A ka ndonjë mos ndalimi? Me sa kam informata deri tash jo. A ka përfunduar intervistimin klienti? E ka përfunduar. A dini se sa është numri i saktë të ndaluarve sot përpos klientit tuaj? Nëse nuk jam gabim rreth 60.